بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Gjalla Xhelala. Selam dhe përshëndetje dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lenin e Zotit Gjalla Shanu dersën e 64 me radhë nga tefsiri i Kuranit famlar. E çunive jam beti ka ajeti 152, ku me lenin e Zotit këtë ajet deri tek ajeti 157 do shpjegojmë në mënyrë që të marrë me dobi. Në dersën e kaluar shpjeguam se si Allah subhanahu wa ta'ala në fund të ajetit që ne e shpjeguam, tha fadhkuruni adhkurkum, përkujtoni mua, përmendni mua, unë i përmendi juve dhe ju përkujtoj juve. Dhe falenderoni për nimetet dhe mirësitë që ja kam dhënë dhe mos më mohani. Dërsa në këtë ajet Allah Azza wa Jall ju drejtohet besimtarëve dhe ju thot: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. E kem thënë disa herë që kur gjen në Kur'anin famlar ja ayyuhalladhina amanu, i ka për qëllim 5 shyllat e imanit dhe 5 shyllat e islamit dhe 6 shyllat e imanit. O ju të cilat pra i besoni Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që i rrini gati namazit, zakatit, agjërimit, haxhit, dhe ju që besoni Allahun azza wa jalla ashtu siç duhet, me lajket, pejgamberët, librat, që besoni ditën e gjykimit dhe qadas apo të saktimit të Zotit dhe kaderit. Pra, ndim dhe çdo shtylla e kanë për qëllim ata besimtarë të cilët Allah azza wa jalla i thret: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kërkoni durimin nëpërmjet sabrit edhe namazit. Kërkoni ndihmën, ista'inu, kërkoni ndihmën prej Zotit nëpërmjet sabrit edhe namazit. Inna Allaha ma'as sabirin. Pra se Allah Azza wa Jalla është me durimtarët. Gjitha ato që ju i tejkaloni dhe ju kanë thonë të tjerët dhe ju kanë përqesh të tjerët dhe ju kanë bërë trysni ndaj besimit tuaj, ndaj asaj që ju e besoni Kur'anit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kërkoni ndihmën dhe tejkaloni ato vështirësi nëpërmjet durimit, sabrit dhe namazit. I kem shpjeguar këtë çështje kur është përmend ajeti 45 e surës Al-Baqara, sepse Allah Azza wa Jalla përmend disa herë këtë çështje. Kërkoni ndihmë nëpërmjet sabrit dhe namazit. Sabri dhe namazi ja bën të mundur robit që ti të i kalon të gjitha sfidat e jetës. Gjitha sfidat e jetës. Dhe kem përmend shembuj të mëhershëm që neve mos më përsërit, sepse kem përsërit në dersën e 45, se si të parët tanë kur kanë ndodhur ndonjë gjë, kanë fal namaz, edhe kur i ka dhim koka, ka fal namaz, edhe kur i ka dhim luksi, ka fal namaz, ka bë sabër. I ka te i kalu sfidat e jetës nëpërmjet namazit dhe sabrit. E sabrin do 3 lloje: sabër ndaj harameve të Zotit, do të më bë sabër mos më bë haram. Sabri në obligimet e Zotit, do të më bë sabër me ardh me fal namazin me xhamat, me fal namazin, me agjëru Ramazan, me shku në haxh. Gjitha ibadetet, adhurimet e robit lypset sabër, lypset durim. Dhe sabri në musibete, në fatkeqësi, në sprova që Allah Azza wa Jall ja dërgon robit në këtë botë. E Allah Azza wa Jall po na mëson neve o musliman, sikur përgatituni se keni mos provu. Përgatituni sepse keni mos provu. Me çka? Me namaz dhe me durim. Me namaz dhe me duke bë sabër në çështjet që Allah Azza wa Jall don për i robit. Pastaj Allah Azza wa Jalla thotë: "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un." Mësoni për ata që janë vrarë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, që janë të vdekur, sepse ata janë të gjallë, walakin la tash'urun. Mi po ju nuk e dini gjallërinë e tyre.
Nuk e dini gjallërinë e tyre. Çka ki zbriti si këta jetë thuhet dashur vëllezër që muslimanët në luftën e Bedrit, kur i kanë humbë disa prej sahabeve, thuhet që kanë qenë 14 që kanë ndru jetë në luftën, kanë rënë shahid në luftën e Bedrit, 8 prej ansarëve dhe 4 prej muhaxhirëve. Disa prej sahabeve i kanë çajt këta besimtarë dhe kanë thonë e humbën jetën, më thonë e humbën me shiju jetën e tyre, rininë e tyre, shkun pa e shiju këtë dynja, e humbën të knatësinë e kësaj dynjaje, vdiqën, Allah Azza wa Jalla ju tha, mos thoni për ata që kanë vdekur në rrugën e Allahut që janë të vdekur. Ata janë të gjallë tek Allahu Xhallahu Ala, po ju nuk e kuptoni mënyrën e gjallërisë së tyre. Mënyrën e gjallërisë së tyre. Nga kjo kuptojmë të dashur vëllezër, nga ky ajet, sepse ajetin paraprak e kemi sqaruar që nuk do të ndalemi shumë atë. Ka ky ajet kuptojmë që njeriu në varr ka knatësi ose ka dënim. Nga ky ajet marrëm që dënimi në varr është hak. Knatësia në varr është hak. Për arsye se Allahu Xhallahu Ala po thot, kurse si mos mendoni që ata janë të vdekur. Ata janë të gjallë, në ajete të tjera, inda rabbihim yurzaqun, tek Allah Azza wa Jalla ushehen. Hanë dhe pinë, tek Allahu Xhalla Xhelaluhu. Si qysh ata ne nuk e dim. Është ghaib për neve. Është ghaib. Mirë po kjo ajet na i tregon etapat e jetës së njeriut. Etapat e jetës së njeriut. E ato janë 4 etapa. Njeriu i ka 4 etapa. Jeta e njeriut i ka 4 etapa. E para është në barkun e nanës. Është jetë në veti. Han edhe pin nëpërmjet kërthizës nga nëna. Ushqet nga gjaku i nënës së tij. Është mrekulli nga Allah të Zotit. 9 muaj jeton në barkun e nanës. Gjithë neve e kemi përjetuar ato, edhe pse nuk kemi di. Pastaj etapa e dytë e jetës është dalën në këtë botë. Ne që jemi duke jetuar në këtë dynjë, tash jemi në etapën e dytë. Jemi në etapën e dytë të dynjas, të etapave të jetës. E kalon njeriu jetën e tij, atë sa i ka dhënë ymër Allahu subhanahu wa taala. Etapa e tretë është etapa e varrezës, e berzahut, jeta në berzah. Jeta pas vdekjes. Dhe etapa e katërt është dalja para Zotit xhalla sha'nuhu, jeta e madhe. Ulema islamit thonë jeta e madhe. Jeta e madhe kur është? Jeta e madhe është kur dalni para Allahut azza wa jall, sepse s'ka më vdekje. Është jetë e pakufishme. O xhenet, o xhenem, Allah na ruaj prej tij. Ulema islamit thonë, secila jetë që është para prakë është më e vogël se ajo që vjen. Është interesante. Secila jetë, etapë e jetës që ka kalu është më e vogël në krahasim me ato që vjen. Për shembull, jeta në barkun e nanës është e vogël, 9 muaj. Është 9 muaj. S'ka mundësi me qenë më shumë, më pak, po 9 muaj deri te fundi në muajit 9. Jeta në këtë dynjë është më e gjatë se sa etapa në barkun e nanës. Jeta në berzah është shumë më e gjatë se sa dynjaja, sepse ka njeri që ka vdekur që 2000 vjet. Ka njeri i cili ka vdekur që 3000 vjet. Ka njeri që ka vdekur, domethënë pe kohës Ademi, ja nuk e dim kur. Nuk e dim sa ka jetu, ka njeri që ka jetu 63 vite, si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po që ka vdekur që 1400 sa vite. Se jeta e berzahut pra është më e gjatë në krahasim me jetën, që ne jetojmë në këtë dynjë. Për shumicën e njerëzve, shumicë dërmuese, sepse ata që janë afër kiametit, sot domethënë ka lidh nesër apo kiamet është diçka tjetër, apo është rast i jashtëzakonshëm. Rast përjashtues. Mirë, po në përgjithësi, jeta që vjen është më e gjatë se sa jeta që ke kalu. Edhe jeta pastaj që dal me para Allahut azza wa jall është më e gjatë dhe më e madhe se sa të gjitha tjera. Për këtë edhe ulema e somit e thojnë jeta e madhe. On xhenet o xhenem. Edhe a nuk ja vlen muslimani që të punon për jetën e madhe? Ja vlen vallahi. Ja vlen që këtë mini jetë të mesme që ne e kemi, mes 60-tave dhe 70-tave ummeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ja vlen që ne të punojmë pa ja nda në mënyrë që të përgatitemi për jetën e madhe. Kur dalë me para Zotit xhallahu ala, veçan prej banorëve të xhenetit. E Allahu azza wa jall po na tregon për diçka ghaib, për jetën e varrezave. Ju thot sahabëve, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat." Stoni për ata që mbran rrugën e Allahut që janë amwat, janë të vdekur. Bel ahya, ata janë të gjallë. Walakin la tashurun, ju nuk e dini. Nuk e dini si janë të gjallë, si, do të thonë, ushqehen. Për këtë ka një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që shpirtat e dëshmorëve shahidave janë në gushat e shpendëve në xhenet. Edhe hecin me ta ka dojnë në për xhenet, hanë edhe pinë prej mirave të xhenetit. Dhe nalen tek kandilat tek arshi i Zotit xhalla xhelalu. Allah azza wa jalla i pyet. E thot, çka po doni? Ju pyet shahida, çka po doni shpirtat e tyre? A keni dëshirë diçka? Thot o Zot, çka më dashna, na ke dhënë gjithat mirat, na ke dhënë mirat që i dhon askujt për njerëzve. S'kem nevojë për kur gjë, këta më ke dhënë. Allah azza wa jalla nëse i pyet prap. Derisa ata kuptojnë që nuk është e udhës pa u përgjigj. Pa dhënë përgjigje të hatashme. Pa dhënë përgjigje të saktë. Thonë o Zot, po dëshirojmë që të na kthesh edhe ne në dynjë, e të bijmë shahid prapë në rrugën tënde, për arsye se shpërblimi që ka i madh. Këtë nuk e kërkon askush vetë se dëshmon. Ai që e ka shiu roknasinë e xhenetit. Allah azza wa jalla thotë, jo, thotë kjo nuk ndodh sepse i kam shkruar që ma la yarjiun, nuk kthehet mbrapa. Në një hadith tjetër ka thënë që ata janë shpend të gjelbër të cilët hecin nëpër xhenet, kudo që dëshirojnë ata. Kudo që dëshirojnë hajnë edhe pinë derisa të bëhet kiameti, ku Allah azza wa jalla pastaj i kthen shpirtat e tyre në trupat e tyre. Një hadith tjetër që është shprezdhës për neve shumë është shprezdhës për neve. E transmeton Imam Ahmedi, Imam Shafiu, Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik, rahmatullah ala al-jami', e ky nga babai vet, ky nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, shpirti i besimtarit, pra përgjithëson. Shpirti i besimtarit, nuk thot shpirti i shahidit, po i besimtarit e përgjithëson, që shpresojmë me na rrogë edhe neve. Do të jetë shpend që do të qëndroj në drunjet e xhenetit derisa të kthej Allah azza wa jalla në trupat e tyre ditën e ringjalljes. Këtë hadith është madhështor që i rrog të gjithë besimtarët e nusme Allah azza wa jalla me qenë prej tyre. Por e ka veçuar Allahu shahidin me shpërblime për arsye të veçanta që e ka dhënë jetën e tij në rrugën e Allahut azza wa jalla, mirë po ka edhe hadithe pra të përgjithshme, sikur se ky hadith që aludon në shpirtin e besimtarit i cili është në xhenet si shpend që hec në për xhenet ku don ai me hëngra dhe me pi derisa të bëhet kiamet edhe Allah azza wa jall ta ringjallë dhe të kthehet pastaj në trupin e tij dhe ta shpërulojë me xhenetet e Zotit xhalla shanu, duke lutur Allah azza wa jall që të na bëjë prej këtyre besimtarëve që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me ta. Dashur vëllezër, gjithashtu Allah azza wa jall na vazhdon ajetin dhe thotë: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ajetin e vazhdim thot, do t'ju sprovojmë besimtar. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, nga frika, me frikë, do t'ju sprovojmë me diçka nga frika. وَالْجُوعِ, nga uria, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, dhe paksim nga pasuria dhe nga antarët e familjes, ka me vdek dikush për juve. Wath-thamarat, edhe nga frytet që i keni qef, pemë, perime, dridhna, wa bashshiri sabirin, përgëzoj durimtarët. Wallahi këto ajete janë mrekulli. Allah azza wa jall fillim tha ja ju alladhina amanu ista'inu bis sabri was salat. O ju që keni besu, kërkoni ndihmë prej Allahut me sabër dhe me namaz. Pastaj po thot, kum ju sprovu. Nuk ka talebe, nxënës që hen provim, e që nxënësit i kallëzon profesori edhe pyetjen e përgjigjet. S'ki. Allah po tregon. O robim, ku më të sprovu? Edhe me çka ku më të sprovu po tregon. Ku më të sprovu? Me frikë. Frikë qoftë në luftra, qoftë frikë ndryshme. Me uri,
uria vjen nëpërmjet krizave të ndryshme botërore, nëpërmjet luftrave, nëpërmjet sprovave të ndryshme, fukarallakut, duke e marrë shpirtin dikujt nga anëtarët e familjes, ku me të sprovu, duke janë ndalu frytat, drithnat nuk bojnë si vjet, bojnë më të kështu me radhë. Domethënë Allah azza wa jall po thotë, ku më ju sprovu, sepse kjo dynja është shtëpi e sprovave, ama ju bëni dorim me çka? Me namaz dhe me sabër. Kërkoni ndihmën me i tej kalu këto sprova nëpërmjet namazit dhe sabrit. Wallahi, veç me inal me meditu këto ajete, e shem mrekullinë e Kuranit, e shem se si Allah subhanahu wa taala dëshiron robërit e tij me i fal. Sepse nëpërmjet sprovave ja shlyn robit gjunat. Ja shlyn robit gjunat. Nuk ka sprovë, siç ka në hadith, që e godet robin. E ky bën sabër, vetë se ka po ta shpërblyej Allah azza wa jall. Edhe një therr nëse hyn në këmbë. Edhe bën sabër, Allahu xhalla wa ala e shpërblen me të. Për këtë të dashur vëllezër, çka është sabri? Çka është sabri ku Allah azza wa jalla thotë bashir sabirin. Ku ju sprovu, e ju kërkoni ndihmën me namaz dhe me sabër, çka është sabri? لما إسلام يقول سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. Qetësimi i shpirtit, sabri është, qetësimi i shpirtit, me ato që Allah azza wa jall ka me të godit, prej gjërave që ti i dën edhe ti i urren. Ka me të sprovu. Me to ka me të sprovu, edhe ti i qetë në shpirtin tënë. E din që është robi i Zotit, bën sabër, Allah azza wa jall shpërblen. E din robi fillimisht që ka mos sprovu në dynjë. Qoftë me veten e tij, qoftë me vdekje të anëtarëve të familjes, qoftë me smundje të ndryshme, qoftë me uri, qoftë domethënë me fryte, me drithna s'ka me pas domethënë ushqime të bollshme, qoftë me frikë që ne kemi rjetuar në luftë e kështu me radhë. O bashiri sabirin, për kësaj sabërlit durimtarët, të cilët e dinë vlerën e sprovës, sepse ka ardhur prej selefit kanë ardhur që kur e ka godit di sprovë e ka falendëruar Allahun azza wa jall. Për shkak se ka thonë nëpërmjet kësaj Allah azza wa jall mi shlyn gjunat. Ka thonë një prej ulemave të Islamit, sabri ka thonë është terku shakwa. Sabri është lënia e ankesave. Mos më anku. Ç'kjo sabri? Jo më anku gjithkujt. Ankoja atij të cilët ka sprovu. Jo më anku gjithkujt. Me ja ço kokën gjithkujt. Jo, besimtari i vërtet, ankesat e tij duhet me qenë të arsyeshme në raste ndryshme. S'prish punë me anku të dikush që ka mundësi me të kry punë. Mirë, po jo me çdo kënd që të zatetesh edhe të takohesh me anku për problemet e tua, problemet familjare, problemet ekonomike e kështu me radhë. Sepse kjo pastaj e bën të mundur që robi mos me qenë i kënaqur me kaderin e Allahut. E një problem i Islamit çka thot? Sabri thotë është me bë sabër në kaderet e Zotit që ka godit. Mos mi kundërshtu ato. E thonë, pse veç mund goditi, pse veç mund mos provon Zoti. Atëre do të thonë bin pi provime automatikisht. E Allah azza wa jall po thotë në fund wa bashiri sabirin. O bashiri sabirin. Për kësaj sabërlit që bojnë durim këto. E kërkojnë ndihmën nëpërmjet namazit edhe sabrit. Bojnë sabër ndaj belave, bojnë sabër ndaj harameve, bojnë sabër në urdhresa të Zotit xhalla xhelalu. Sa që një problemat të Islamit thot, sabri është me bë sabër në adhurim, e ky quhet ibadetxhi, edhe sabri ndaj harameve e ky quhet mujahid, luftëtar. Luftëtar, ai i cili bën sabër ndaj harameve. Wallahi sot më shumë të kem nevojë për këtë lloj të luftëtarit. Ne në kohën që jemi duke jetu, më së shumti kem nevojë me qenë ky lloj i luftëtarit. Ndaj harameve të Zotit. Dhe në qytet keni shumë harame. Do të më qenë mujahid, luftëtar ndaj harame, me ul shikimin, me ul dëgjimin, me dal vetëm atë kur ki nevojë, sepse haramet janë aq të mëdha sa që njeriu probleme ka me urujt prej tyre. Pastaj Allah azza wa jall na tregon kush janë këta sabërli. Kush janë këta sabërli? Pra në fillim po thot kërkoni ndihmë nëpërmjet namazit dhe nëpërmjet sabrit. Pastaj po na tregon se në çka ka më na sprovu Allah azza wa jall. Pastaj po thot kush janë këta sabërli? Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. E çta besimtarë të vërtet, cilët janë kur të sprovohen, edhe te kalojnë sprovën.
dhe kanë kalu me sukses provimin, janë ata të cilët, thot Allah, kur i godet ndonjë sprovë, thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allah tim dhe taj do të kthejmë. Ulaika alejhim salawatu min rabbihim wa rahma, wa ulaika humul muhtadun. Për këta thot Zoti xhallahu ala, ka begati, ka mëshirë, ka falje dhe këta janë në rrugën e drejtë. Pra edhe po na tregon çka me thonë kur na godet sprova. Edhe po na tregon Zoti xhallahu ala çka me thonë. Do të me thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A ka mëre Zot më të butë se sa këtë që ne e kemë alhamdulillah. A ka mëre më të shërshëm se sa Zoti ju? Nuk ka vallahi. Tregon më së pari që o robim, kemi ardhur dynja, ki mos provu, kjo dynja nuk është shtëpi e cila është e qetësisë dhe ti kur s'ki mos provu. Jo, është shtëpi e sprovave. Shtëpia e rahatisë është xheneti. Këtu kemi mos provu, kemi punu, kemi bë durim. Kemi kërku ndihmë përmjet namazit dhe përmjet sabrit. Edhe pastaj Zoti xhallahu ala po tregon që ku me të sprovu robim. Qof në pasuri, qof në shëndet, qof në smundje, qof ka me të vdek dikush ose ki me vdek edhe vetë, ndonjë ator më i afërt i familjes, qof me frikë, qof me uri, ki mos sprovu. Pastaj po na tregon që ku nëse sprovohesh, çka duhet me thonë. Në mënyrë që të arrish shpërblimin, mos sprovohesh edhe me meritu dënim, me sprovë dhe me dënu. Po me meritu shpërblimin. Alladhina idha asabathum musibe, qita besimtarë janë ata të cilët, kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë, jem të Allah dhe taj do të kthehemi. Ka në hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që duke qenë në mezhlis sikur se ne me sahabët, ju ka fik lampa. Është fik lampa. Edhe është bërë terë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allah të jemi dhe taj do të kthehemi. Një prej sahabëve ka thonë ja Rasulullah, a dhe kjo sprova? Edhe drita u shok. Sprov ka thonë çdo gjë që i bën dëm besimtarit është sprov. Nuk thuhet kjo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kur des dikush. Jo. Çdo sprov që e dëmton muslimanin është sunet i Resulullah me thonë për sprov. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta Allah tim dhe taj do të kthehemi. Çdo musibet. Pastaj doja vazhdon të ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besimtar i cili ma min muslimin tusibuhu musibe. Nuk ka besim të musliman që godet ndonjë sprov. Fa yaqulu ma amarahu Allah, që ka thot diçka që ka urdhëruar Allah azza wa jall. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayr minha illa akhlafa Allah khayr minha. Është doa, thënë, ai që godet ndonjë sprov, s'ka musliman që godet ndonjë sprov. Që thot, ka Allah timi dhe taj do të kthehemi. O Allah, shpërblem për sprovën që më ka godit dhe ma kompenzon me një më të mirë, vetë se Allah ka për t'ja kompenzu me diçka më të mirë. Mësë në këtë doa. Mësë në këtë doa. O Allah, më shpërblem për sprovën që më ka godit dhe ma zëvënso, ma kompenzo me diçka më të mirë se ajo, vetë se Allah ka për t'ja kompenzu me më të mirë se ajo. Është interesant ka në hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Salama radhiyallahu ta'ala anha, nana e besimtarëve, para se me qenë nana e besimtarëve, ka qenë martuar me Ebu Salama radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi Resulullah, dhe ka ardhja ka mësu këtë doa. Atëherë pas një kohë ka vdek Ebu Salama, ka vdek ky sahabiu Ebu Salama radhiyallahu ta'ala anhu, edhe kjo sahabike kjo nane besimtarëve, thotë e këmë majnë me në duan, edhe këmë bo duan. Këmë bo duan dhe këmë thonë, o Allah, më shpërble për sprovën që më ka godit, pra më ka vdek burri Ebu Salama, dhe ma zëdhen sëmë më të mirë se aji. Edhe vetë me veti, thotë këmë thonë, po kush o ma i mirë se Ebu Salama? Kush mundet me qenë burë ma i mirë se Ebu Salama? Ka qenë vetë një sahabike, prej Mekasve, prej muhaxhirëve që s'ka pas askën prej familjarëve në Medinë. Kriti ka pas mushrik armisht të fesë. Veç burri i saj, Ebu Salama, dhe ajo kanë bojë hijret në Medinë. Edhe i ka vdek burri. Edhe ka met veç vetë. E shtyrë në mosh, i ka vdek burri. I ka bot disa vite. Edhe thotë e kom thonë këtë doa, bindje të thellë në zemër që Allah azza wa jall ja vazhdon sen.
Kështu du të me qenë muslimani. Mirë po thot vetë me veti, thot këmë thonë, po çka ma zëvendëson më të mirë se sa Abu Salam? Në ka vanu, thot kohë, dhe sa është kryu i deti, që është në Islam, vetë se ka arë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërku dorën e saj. Edhe e ka marrë epitetin prej Salamës Mu'minin, nëna e besimtarëve, deri në kiamet. Astaj thot I kum tregu Resulullah sallallahu alaihi wasallam gjarën, e Allah thot më zëvendësoi Abu Salam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam njëri më të mirë në fasën e tokës. Pra Allah xhallahu ala ja zëvendëson rrugët, vetë se duhet me pas iman për me thonë këtë çështje. Për me thonë këtë çështje, edhe me besu fell çdo musibet që e gutet në robin në dynja, me thonë këtë do, wallahi Allahu xhallahu ala ka për ta zëvendësuar më të mirë se ajo. Çka do të qoftë ajo? Çka do të qoftë ajo në dynja? Çka do të qoftë ajo? Çfarë do lloj sprove? Gjithashtu ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe përmendojnë, ka ardhur që kur t'ju godet ndonjë sprovë, ndonjë fatkeqësi, ndonjë vdekje, ka thonë Resulullah, përkujtone vdekjen time. Ju mjafton juve si sprovë. Ja te I kalon të gjitha sprova tjera. Kujtone vdekjen time. Sprova më të madhe për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se vdekja Resulullah s'ka. Çdo vdekje tjetër, çdo sprovë tjetër e këtij ummeti, jonja personale, edhe familjare, edhe shoqërore, është shumë më e lehtë se sa vdekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka musibet sprovë që ja ka godit këtë ummet më shumë se sa vdekja Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse është ndërprej wahi, është ndërprej shpallje. Jo mbyll dyert me qiellin. Nuk vjen më Xhibril alayhis salam me shpallje. Kan fillu telashet me herë, sprovat, vrasjet. Domethënë problemet në mesin e besimtarëve që vazhdojnë edhe sot për shkak se Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk është mesin tonë. Prandaj çdo sprovë që mundet me na godit, me e kujtue më së pari jetën e tij, sakrificat që I ka bë ai, dhe pastaj vdekjen e tij, wallahi na vjen e lehtë. Kur e kujton se si ka qenë fëmiria e tij, sa ka hekaj në fëmiri, ka vdek prind hala pa I pa, I ka vdek gjyshi, I ka vdek, domethënë, të gjithë anëtarët e familjes, I ka vdek gruaja që ka qenë mbështetja më e fortë e tij. Ja kanë lëshu vajzat, ja kanë shkruarzuar vetë pse kanë qenë muslimane. Ja kanë hudh plancin në shtëpinë kur ka qenë në sejdë. Domethënë, jeta e tij është yrnet model për muslimanin. Kur I te I kalon, I kujton në muslimani këto gjëra. Ku me di kush me I vdek në anëtarët e familjes, ose ku me di çfarë sprova me pas, dhe ka bindje thellë jetën e Resulullah dhe imanin në të, I lehtësohet sprova. I lehtësohet sprova sepse I vjen marrë me mërzit kur e kujton se çka ka hekë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi vjen marrë. Çka ka hekë ai me ardhmën që ditë edhe që drejtë. Andaj dashur vëllezër, këto ajete Allah azza wa jall neve si musliman po na mëson se si duhet me qenë muslimani I edukum, I para përgatitur për sprova, duke luajtur ndihmë nëpërmjet namazit, nëpërmjet sabrit, duke pa tabelën se çka ka më sprovuar gjatë jetës së tij në këtë botë, gjatë jetës që ka më pas deri në vdekje, këto lloj sprova kemi I pas sepse nuk mund me dalë jashtë tyre. Edhe pastaj çka duhet me thonë ne kur sprovohemi në mënyrë që me arrit ato që Allah azza wa jall thot ulaika alehim salawatu min rabbih. Këta nga Zoti I tyre ka falje për ta njerëz. Ka falje për ta njerëz. Wa rahme, ka mëshirë, ka lavdrim nga ana e Zotit për ta. Wa ulaika humul muhtadun, edhe këta janë në rrugën e drejtë, ta janë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Që si muslimani don Zoti, që si besimtari don Allah xhallahu ala për ne prej neve. Jo më u çorëdit kur sprovohemi, jo mos me ditë se si më u ças ndaj sprovave, si më u ças jetës në përgjithësi, duke ditë që krejt këtu ka me qenë lula dhe asfalt. Jo, sprovat janë të pashmangshme për muslimanin në forma të ndryshme, për këtë ka në hadith për Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ka diçka që e godet muslimanin. Qoftë edhe mërzi, qoftë edhe breng, edhe gajle, edhe bën sabër, vetë se ka po ta shpërblyej Allahu azza wa jall. Edhe mërzin që e ki në kokë, brenga që të ka brengos dikush, në rrugën që ta ka pengu dikush, ka bo të hidhruar, të mërzitur, ti ke bo sabër, e ke falendru Allah në zogjen, vetë se ka për të shpërblyej Allah subhanahu wa ta'ala në mënyrë që kur dalmi para ti me qenë me gjunoha të falara. Kjo është pra dini jonë, kjo është Allah xhallahu ala që ne besojmë, sa I madhneshëm dhe sa I butë është me robërit e tij, duke lutur Allah në zogjen që të na mundsoj të pajisim në këto cilësi të këtyre besimtarëve të mëdhaj,
ta lypim ndihmën e Allahut Azza wa Jall nëpërmjet namazit, nëpërmjet sabrit, nëpërmjet ibadeteve të ndryshme, duke lutur Allahun xhalla wa ala të na bashkojë në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.